Do të tregojmë se si mund të bëjmë ribarimin në një USB në rastet kur nuk hapet ose nuk formatohet, siç është rasti jon. Duhet të theksojmë që në të tilla raste nuk formatohet, na del mesazhi Windows-i nuk është në gjendje të kompletojë formatimin. Pra duhet theksuar që veprimet që do të kryejmë nuk kanë të bëjnë me rikuperimin e të dhënave që mund të kemi në USB, por thjesht me rindërtimin nga e para të USB-s. Për këtë nisim RAM dhe shkruajmë pranë open cmd. Hapet prompti i komandës, në cilën shkruajmë disk part. Konfirmojmë. Në disk part shkruajmë komandën list disk. Në shfaqen dy diskë në rastin konkret, disku 0 që është hard disku kryesor i kompjuterit dhe disk 1 që ka të bëjë me USB. Selektojmë USB-n mbi cilën duhet veprojmë. Select disk 1. Bëjmë pastrimin e diskut USB me anë komandës clean. Shihet i gjithë disku dhe çdo gabim që mund të ketë qenë në të është i fshirë. Pas kësaj, me anë komandës create partition primary, neve bëjmë krijimin nga e para të USB-s. Tashti mund të japim komandën format në disk part ose që në Windows neve mund të bëjmë formatimin. USB-ja është gati për të përdorur, por për të dalë nga disk part japim komandën exit. Shpresoj që ky leksion i shkurtër t'ju ketë shërbyer.